Në vitin e 50 të themelimit të saj, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës shënon një moment të veçantë të mendimit shkencor dhe kulturor shqiptar, me 2 botime që flasin për rënjet dhe zhvillimin e identitetit ton letrar e kombëtar. Kanoni, esej për letërsinë shqipe të akademik Sabri Hamitit dhe Krimtaria Shtjefën Gjeqovit, 150 vjetori i lindjes. 2 vepra që shënojnë jo vetëm respektin ndaj figurave emblematike të kulturës shqiptare, por edhe thellimin e kërkimit shkencor në fushën e albanologjisë dhe letërsisë kombëtare. I pari ndërto kanoni esej për letërsinë shqipe i akademik Sabri Hamitit është një vepër e cila te kalon kufijtë e analizës teorike për të bërë një udhtim i brendshëm në kuptimin e vetë letërsisë shqiptare. Hamiti, sipas akademik Ali Aliut, është një nga mendjet më të thelluara të estetikës son bashkohore, e sheh letërsinë si sistem të gjallë vlerash, që e përfiton unitetin e vet përmes kanonit, një koncept që ai e ndërton me dije, përvojë dhe frymë filozofike. Një libër i jashtëzakonshëm, për shumë arsye. Sabriu që nga fillimet e veta ka një vizion për tërësinë e letërsisë shqipe dhe është një univers monumental, do të thosha, gjithnjë në lëvizje. Gjithnjë i hapur nga të gjitha perspektivat, si një mozaik i tillë që me çdo fenomen, me çdo lëvizje i vë në rishikim të gjithë kuadratit të autorëve, të veprave. Çdo lindje e re, çdo paraqitje, shfaqje e re, vë në lëvizje nga të gjitha perspektivat, krejt mozaikun. Është një mënyrë studimi i veçantë në letërsinë shqipe dhe vizionet tilla për tërësinë e një letërsie janë të rralla, do të thosha, nuk mund të arrihen pa një asketizëm total. Siç në studion e vetë është Sabri Hamiti. Në këtë libër, përmes 30 eseve, autori përpiqet të risistemojë korpusin letrar shqiptar, duke lexuar atë jo si grumbull tekstesh, por si trup të përbashkët kulturor, ku çdo autor, vepër dhe periudhë komunikojnë me njëra tjetrën në mënyrë të gjallë. Për akademikun e studiuesin Nusret Krasniqi, libri i ndarë në 4 kapituj përfaqëson një laborator të vërtet të mendimit kritik, ku bashkohen refleksioni estetik, njohja filozofike dhe intuita poetike. Mëtej, ai shton se Hamiti e sheh letërsinë si proces të njohjes dhe të besimit në artin e fjalës, ndërsa kanoni për të bëhet kod etik i qëndrueshmërisë kulturore shqiptare në rrafshin universal. Libri studimor kanoni esej për letërsinë shqipe dëshmon autenticitetin dhe universalitetin e korpusit letrar shqiptar, të përthyer e të distiluar në konceptin sakral të studiuesit Sabri Hamiti, se teksti letrar ka për burim si shpirtin e autorit, që e krijon dhe si i tillë kur nuk dohet të kundrohet me ideologji, por duhet të çmohet e të vlerësohet si poetik. Libri kanoni esej për letërsinë shqipe është studim i poetikës historike shqipe, nga e cila rezulton kanoni poetik, i cili më pastaj poetikën letrare e ndalton në monument kulturor e identitar nacional si rrjedhoj universal. Titulli i studimit kanoni esej për letërsinë shqipe në perceptimin ton del si shenjuesi konceptit, kanonit dhe formës shkrimore esejs. Kjo e dyta zgjedhje nominuese me ngarkesë relativizimi.
Mirë po në esencë jeton si formë themelore e identifikimit analizues të studiuesit Sabriamiti me objektin e studimit, fenomenin, autorin apo veprën letrare. Pra, nëse libri përbëhet nga me 30 esej për letërsinë shqipe, lexuesi do të gjejë 30 vepra me strukturë monografike. Akademia e Shkencave dhe Arteve Kosovës sjell edhe vëllimin studimor, Krimtaria e Shtjefën Gjeqovit, 150 vjetori i lindjes, një botim që buron nga Konferenca Shkencore Ndërkombëtare e mbajtur në tetor të vitit 2024, kushtuar jetës dhe veprës së këtij dietari të shquar shqiptar. Shtjefën Gjeqovi, prift, shkrimtar, etnograf dhe martir i kulturës, përfaqëson figurën simbol të intelektualit shqiptar, që i dha kuptim dijes dhe sakrificës. Në këtë libër janë përfshirë 23 studime me autor të ndryshëm, të cilët e ndriçojnë figurën e tij nga këndvështrime të shumanshme, historike, etnografike, gjuhësore, teologjike, duke vendosur Gjeqovin në qendër të trashëgimisë albanologjike. Nëpërmjet këtij botimi, Akademia e rikthen Gjeqovin në kujtesën bashkëkohore si ikonë e dijes kombëtare, por edhe si mendimtar modern, që me kanunin e Lek Dugaxhinit e me shkrimet e tij shkencore e fetare ngriti themelet e kulturës juridike, morale dhe shpirtërore të shqiptarët. Nën kujdesin shkencor të akademikut Sabri Hamiti, vëllimi vjen si një përpjekje për të rihapur leximin dhe interpretimin e Gjeqovit në mënyrën e studimeve të reja ndërdisciplinare. Shtjefën Gjeqovi, shkrimtar etnograf e meshtar, prijatar e kulmues në dijet themelore albanologjike, mund konsiderohet simbol i fatit historik, padyshim tragjik të intelektualit shqiptar në trojet tona. Dietari vrar nga serbet, i keqkuptuar edhe ideologjikisht i mohuar nga mendimi progresist, njëkohësisht i çmuar nga bota lucide albanologjike brenda dhe jashtë hapësirës shqiptare, Shtjefën Gjeqovi padyshim është njëra ndër ikonat identifikuese të historisë sonë kulturore. Duke e pasur në mendje se raporti me historinë e përcakton edhe sjelljen e sotme kulturore identitare, sidomos imanencën e rivlerësimit traditës, Akademia e Shkencave dhe Arteve Kosovës, veçanërisht seksioni gjuhësisë dhe i letërsisë, në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë e nën kujdesin parësor të akademik Sabri Hamitit, e organizoi këtë konferencë në cilën u ftuan studiuesit më të njohur të veprimtarisë interdisciplinare albanologjike të Shtjefën Gjeqovit. Pra në këtë vëllim, të cilin e cilësoj vepër monografike, janë botuar tekstet e 23 studiuesve, në të cilat nga perspektiva policentrike është trajtuar trashëgimia kulturore e Gjeqovit. Të dy këto botime, kanoni dhe Krimtaria e Shtjefën Gjeqovit, përbëjnë një diptik të rrallë të mendimit kulturor shqiptar. I pari përkufizon sistemin estetik të letërsisë sonë, ndërsa i dyti e rrënjos atë në kujtesën historike të kombit. Duhet të shpreh kënaqësinë pafund që ky është libri i 9 i imi me siglën e Akademisë së Arteve dhe Shkencave të Kosovës, i botuar në koleksionin e bukur të bardhë, edhe teknikisht, që i kam botuar, seria librave që i kam botuar te Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës në këto 25 vite që jam antar i saj. Mendoj që këto koleksione, ne sot po flasim për gjuhë e letërsi shqipe, po janë koleksionet 4 seksioneve, do të jenë me librat e autorëve të akademisë dhe me librat e autorëve të huaj që kanë të bëjnë me kulturën letërsi shqipe, është një miras kulturor për Shqipen, për albanologjinë, për brezat tonë, të akademisë, që si vjetë, ju e dini që i ka 50 vjetë, e nuk janë pak 50 vjetë akademie në historinë kulturore e shoqënore të Kosovës. Ajo na bën të nderohemi të gjithë këtu bashkë dhe gjithë ata që na ndëgjojnë dhe ata që vinë mas nesh.
E përmes këtyre dy figurave të shquara, Akademia e Shkencave dhe Arteve Kosovës jo vetëm nderon figurat e mëdha të dijes shqiptare, por edhe forcon rolin e saj si qendër mendimi dhe hulumtimi, që lidh kulturën me të tashmen e kulturës son kombëtare. Mes reflektimit të Hamitit për kanonin letrar dhe për kushtimit ndaj trashëgimisë së Çeçovit, qëndron një mesazh i përbashkët. Letërsia dhe kultura shqiptare nuk janë vetëm kujtesë e shkruar, por vetë forma e ekzistencës tonë shpirtërore.